Pak a shumë më përpara është harmonia në punë dhe stimulimi në pak. Për shembull që po devijojmë pak. Në Shqipëri të gjithë do ishin të lumtur, sikur të kishin një rrogë minimale 900 euro, të kishin një rrogë mesatare 1500 euro, për tjera s'po flas. Do me thënë, madje dhe ata që jetojnë atje që duan të vinë në Shqipëri. Nga e bazoni këtë, zoti Mertenika, që nga 900 euro do mbetesh të kënaqur. Çështja e rritjes së çmimeve. Po ty në llogari 1500 euro thot ta kemi një çik më të lartë dhe s'knaqet asnjëherë. Unë mendoj që kjo do ishte optimale, domethënë. Unë mendoj që do ishte optimale, çdo kush do ishte i lumtur, domethënë, por që edhe diçka tjetër, çfarë keq e ka, për shembull se ato kompani që kanë fitime shumë të mira, mund t'i bëjnë një dhuratë stafit tyre, për shembull një udhtim jashtë vendit. Për shembull lodhen stimulohen. Një moment shefi mas apo administratori apo pronari i bën një dhuratë për në Amsterdam. Po. Unë kam vënë re që tha dhe zotëria që është në Skype. Zoti Muça. Ideja është që kam përshtypje që ato statistika nuk janë për sipërmarrjet private. Janë për shtetërore. Janë për administratën publike. Dhe është